Zanafilla 5. Gjenologjia e Adamit deri te Noeu. Vdekja që mbretëron dhe njeriu që eci me Perëndin. Lexojmë disa vargje kyçe ose disa vargje që na ndihmojnë ne për ta kuptuar më mirë këtë kapitull. Ky është libri i prejardhjes së Adamit, ditën që Perëndia krijoi njeriu, e bëri të ngjashëm me Perëndin. Adami jetoi 130 vjet dhe i lindi një djalë që i përngjiste, një lloj në shëmbulltyr të tij dhe e quajti Seth, vargjet 1 dhe 3. Lexojmë gjithashtu vargjet 22 dhe 24. Enoku eci me Perëndin 300 vjet. Kështu Enoku jetoi gjithsej 365 vjet. Pra Enoku eci me Perëndin, por nuk u gjend, sepse Perëndia e mori me vete. Vargjet 22 deri 24. Gjithashtu dhe vargu 29 dhe i vuri emrin Noe, duke thënë, ky do të na ngushëllojë për punën tonë dhe për mundin e duarve tona, për shkak të tokës që Zoti ka mallkuar. Vargu 29. Le të pranojmë sinqerisht, kur arrinte një kapitull me lista emrash dhe numrash, tundimi i parë është që ta kapërcejmë. Por i gjithë shkrimi është i frymzuar nga Perëndia dhe i dobishëm. E dyta Timoteut kapitulli 3 vargu 16. Edhe gjenologjitë dhe në fakt Zanafilla 5 nuk është një listë e thatë. Është një predikim i fshehur me një refren që godet si këmban mortore, 8 herë me një përjashtim që ndriçon si rrezë dielli dhe një emër në fund që mban erë shprese. Vim te konteksti historik dhe kulturor. Vargu 1 e hap me formulën ky është libri i prejardhjes. E dyta nga 10 formula të tilla që e strukturojnë të gjithë Zanafillën. Për botën e lashtë, gjenologjitë ishin dokumentet më të çmuara që ekzistonin. Ato vërtetonin identitetin, trashëgiminë, të drejtat mbi tokën dhe vendin në popullin e Perëndisë. Izraeli që lexonte këto lista nuk i shite emrat e mërzitshëm. Shite rrënjët e veta, urën që e lidhte me Adamin dhe me premtimin e farës. Por imagjinoni pra nëse neve si njerëz do mund të gjenim gjenologjinë e historisë së familjes tonë, besoj që asnjëri prej nesh nuk do të ishte i mërzitshëm ose nuk do ta shikonte si të mërzitshme nëse do dëgjonte emrat e paraardhësve të vet, emrat e familjarëve të vet. Pra është e rëndësishme të dëgjosh për trungun familjar. Shikojmë tek kapitulli 5 që jetë gjatësitë e mëdha, 800 deri 900 vjet. Janë propozuar shpjegime të ndryshme, por dy gjëra janë të qarta nga vetë teksti. E para, bota para përmbytjes ishte ndryshe nga e jonë. Dhe pas saj, jetëgjatësia bie shkallë. Për një krahasim më të thellë edhe për studim personal mund të krahasoni Zanafillën 11 dhe Psalmin 90. E dyta dhe më e rëndësishmja, pavarësisht sa gjatë jetuan, refreni mbetet i njëjtë. Dhe vdiq. Metushelau jetoi 969 vjet, më gjatë se çdo njeri në histori. Dhe vdiq. Mosha më e madhe e mundshme nuk e zgjidh problemin e njeriu. E vetmja gjë që bën është ta shtyjë funeralin. Para lajmërimi i Zanafillës 2:17 po përmbushet brez pas brezi. Vini re, gjithashtu kontrastin e qëllimshëm me kapitullin 4. Atje pam linjën e Kainit, qytete, arte, poligami dhe këngakmarrje. Këtu shohim linjën e Sethit, ata që filluan të përmendin emrin e Zotit. Vargu 26 i kapitullit 4. 2 genealogji, 2 qytetërime, 2 drejtime, njëra ndërton pa Perëndin, tjetra ecën me ta. Bibla do të ndjek këto 2 linja deri në fund të historisë. Struktura e listës është gjithashtu menduar 10 breza nga Adami te Noeu. Ashtu si më vonë do të numërohen 10 breza nga Semi te Abrahami, Zanafilla 11. 10 që e parë përfundon me njeriun e arkës. E dyta me njeriun e premtimit. Perëndia punon me breza të plotë, me plan e jo me rastësi. Dhe Mateu do të marrë të njëjtën ide kur të strukturojë gjenologjinë e Jezusit në 3 grupe brezash. Mateu 1 vargu 17. Historia nuk rrjedh, ajo drejton. Shëmbëtyra që vazhdon e plagosur jo e fshirë. Shikojmë 3 vargjet e para. Kapitulli hap duke rikujtuar Zanafillën 1. Njeriu u krijua i ngjashëm me Perëndin. Pastaj shton diçka të re. Adami i lindi djalë që përngjiste në shëmbëtyrë të tij
Këtu fshihet një teologji e tërë. Shëmbëltyra e Perëndisë vazhdon të përcillet brez pas brezi. Prandaj çdo jetë njerëzore mbetet e shenjtë edhe pas rënies. Zanafilla 9 vargu 6. Jakobi kapitulli 3 vargu 9 gjithashtu. Por tani ajo kalon përmes një filtri të ri, shëmbëltyra e Adamit të rënë. Fëmijët e Adamit trashëgojnë dinjitetin e tij hyjnor dhe natyrën e tij të rënë, njëkohësisht, ari dhe plasaritja bashkë. Davidi do ta rrafej për vete, unë jam mbruajtur në paullësi. Psalmi 51 vargu 5. Refreni i kapitullit. Dhe vdiq. Të shprehje dhe vdiq e shikojmë 8 herë. Po ta lexosh kapitullin me zë të lartë, do të ndjeni ritmin jetoj, i lindër, bie bija, dhe vdiq, jetoj dhe vdiq. 8 herë bie kjo këmban. Adami, Sethi, Enoshi, Kenani, Mahaleleli, Jaredi, Metushelahu, Lameku. Pali e lexon këtë kapitull kur shkruan vdekja mbretëroi nga Adam, Romakët 5:14. Vdekja nuk është pjesë natyrore e jetës, siç përpiqet të na ngushëllojë bota. Është pushtuese. Armiku i fundit e para Korintasve 15:26. Paga e mëkatit, Romakët 6:23. Zanafilla është regjistri i parë i pagave të paguara. Dhe pikërisht ky refren monoton e bën përjashtimin të shpërthejë si agim. Në mes të listës së vdekjes, gjejmë Enokun, njeriu që theu ritmin. Pa pritur, ritmi thyhet pra. Për Enokun nuk thuhet jetoi, por 2 herë, eci me Perëndin. Dhe nuk thuhet vdiq, por nuk u gjend më. Sepse Perëndia e mori me vete. Çfarë do të thotë të ecësh me Perëndin? Fjala përshkruan shoqërim të vazhdueshëm, hap pas hapi, ditë pas dite, në të njëjtin drejtim. Jo vrap sporadik entuziazmi, as qëndrim statik feje formale, eci e përditshme e qëndrueshme e afër. Vini re detajin prekës. Enoku eci me Perëndin 300 vjet, mbasi i lindi Metushelahu. Ecia e tij me Perëndin nuk ishte arrati nga jeta e zakonshme por brenda saj, mes fëmijëve, punës dhe përditshmërisë. Hebrejt 11:5 e komenton, me anë të besimit Enoku u zhvendos të mos shikonte vdekjen, sepse para se të merrej, ai pati dëshmi se i kishte pëlqyer Perëndis dhe profecia e Judës 14:15 na tregon se Enoku nuk ishte mistik i heshtur. Ai predikonte gjykimin e ardhshëm në brezin e vet. Enoku është dëshmia e hershme se vdekja nuk është fjala e fundit për ata që ecin me Perëndin. Dera e para ngjalljes u hap një herë si shenjë, para se Krishti ta hapte përgjithmonë. Çfarë do të thotë të ecësh? A ecin bashk 2 veta pa u marrë vesh më parë? Mos i 3-3 bën pyetjen që e ndriçon këtë ecje. A mund të ecin bashkë 2 veta po të mos jenë marrë vesh më parë? Të ecësh me dikë do të thotë të pajtohesh me drejtimin e tij, të mbash hapin e tij, të bisedosh gjatë rrugës. Enoku nuk e tërhoqi Perëndin në rrugën e vet. Ai u fut në rrugën e Perëndisë. Dhe ja, hiri befasues i tregimit, pas 300 vjetësh ecje, rruga, një ditë thjesht vazhdoi në shtëpinë e shokut të udhëtimit. Komentuesit e vjetër e thonë ambër, atë ditë ecën më gjatë se zakonisht. Dhe Perëndia e tha, jemi më afër shtëpisë sime se sa sates. Eja tek unë. Vargjet 25 dhe 27. Metushelahu, durimi i Perëndisë me këmbë. Njeriu më jetë gjatë i historisë 960 vjet, mban një sekret në numrat e tij, që po të mblidhen vitet e tekstit, Metushelahu vdes pikërisht në vitin e përmbytjes. Djali i njeriu që eci me Perëndin jetoi më gjatë se kushdo, dhe sa kohë që ai jetonte, gjykimi i priste. Jeta më e gjatë në histori ishte njëkohësisht afati më i gjatë i hirit në histori. Zoti është i durueshëm ndaj nesh, sepse nuk do që ndokush të humbas. E 2 Pjetrit kapitulli 3 vargu 9. Vargjet 28 deri në 32 është zbulojmë emrin e shpresës. Noeu. Kapitulli mbyllet me një baba që i dhe djalit emër lutje. Noe. Prehje, ngushëllim. Ky do të na ngushëllojë për shkak të tokës që Zoti e ka mallkuar. Ky Lamek, jo ai i lindjes së Kainit që këndonte për akmarrje. Duhet ta vëmë re kontrastin këtu dhe uftoj që të vini re kontrastin. 2 Lamek, 2 zemra.
E ndjen peshën e mallkimit të Zanafilës 3 dhe shpreson që djali i tij të sjellë çlirimin. Noeu do të sjellë vërtet një fillim të ri. Por edhe ai vetëm, si hije atij që do të thoshte një ditë, e jani tek unë dhe unë do t'ju jap çlodhje. Mateu 11, vargu 28. Brezat numërohen duke pritur dikë. Disa shprehje ose fjalë kyçe të tekstit. Eci me Perëndin, vargjet 22 dhe 24. Folja origjinale është një formë që tregon veprim të vazhdueshëm e të përsëritur. Ecte dhe ecte. Jetë e tërë hapash të vegjël në shoqërinë e Perëndisë. E njëjta shprehje do të përdoret për Noeun 6:9 dhe kërkohet nga të gjithë ne, të ecësh përulësisht me Perëndin tan. Mikea kapitulli 6, vargu 8. Dhe vdiq. Fjala e përsëritur e kapitullit 8 herë në gjuhën origjinale është një fjalë vetme e shkurtër dhe e prerë. Si vetë realiteti që përshkruan, fryma e shenjtë e ndërtoi kapitullin që ta ndjejmë peshën. Mëkati paguan gjithmonë dhe paga është gjithmonë e njëjtë. Noe, vargu 29. Emri lidhet me fjalën origjinale për preje dhe ngushëllim. Është emri i parë në Bibël që i vihet një fëmijë si profeci shprese dhe hap një traditë që kulmon me emrin mbi çdo emër. Do t'ia vesh emrin Jezus sepse ai do të shpëtoj popullin e tij nga mëkatet e tyre. Mateu kapitulli 1, vargu 21. Gjithashtu libri i Prerardhjes së Adamit, vargu 1, shpresa, libri i Prerardhjes shfaqet vetëm 2 herë në të gjithë shkrimin këtu dhe vargun e parë të Dhjatës së Re. Libri i Prerardhjes së Jezu Krishtit, Mateu 1:1. Kemi një shprehje që përdoret vetëm 2 herë në të gjithë Biblën. 2 librat e brezave, që thuhet Zanafila kapitulli 5, vargu 1 thot libri i Prerardhjes së Adamit, vdekja mbretëron. Tek Mateu kapitulli 1, vargu 1 kemi libri i Prerardhjes së Jezu Krishtit, jeta mbretëron. Mendoni pak. Krishti në Zanafilën 5. Emrat e Zanafilës 5 nuk humbën në pluhurin e historisë. Ata rishfaqen në një vend të mrekullueshëm, gjenealogjinë e Jezusit. Luka kapitulli 3, vargjet 36 deri në 38, ndjek prejardhjen e Krishtit prapa përmes Noeut, Lamekut, Metushelahut, Enokut, Jaredit, Mahalelit, Kenanit, Enoshit, Sethit, deri tek Adami i Perëndisë. Çdo emër i mërzitshëm i kapitullit ton është një hallk në zinxhirin që çonte Grazhdi i Betlehemit. Perëndia nuk harron asnjë brez dhe përmes brezave më të zakonshëm thur planin më të jashtëzakonshëm. Sepse ashtu sikur të gjithë vdesin në Adamin, kështu të gjithë ngjallen në Krishtin. E para Korintasve kapitulli 15 vargu 22. Zanafila 5 është kapitulli i vdesin në Adamin. 8 këmbanat mortore e vërtetojnë. Por Krishti hyri pikërisht në këtë gjenealogji vdekje për ta thyer nga brenda. Ai vdiq me të vërtetë dhe vdiq. U shkrua edhe për të, por të tretën ditë refreni u thye përgjithmonë. Nuk është këtu, por është ringjallur. Luka 24 vargu 6. Ajo që Enoku e shijoi si përjashtim i vetëm të mos mbetej nën pushtetin e vdekjes, Krishti e bëri trashëgimi për të gjithë të tjerët. Unë jam ringjallja dhe jeta, ai që beson në mua edhe sikur të duhej të vdes do të jetojë, Gjoni 11 vargu 25. Enoku ishte premtimi me shkronja të vogla. Ringjallja është premtimi me shkronja të mëdha. Në varrëzat e vjetra shihet shpesh një gur me 2 data dhe një vijë mes tyre, 1819, 1965. Dikush e ka thënë bukur. Gjithë jeta jote është ajo vijë e vogël në mes. Zanafila 5 është kapitulli i vijave në mes. Jetoi, i lindën, bi dhe vdiq. Po çfarë ndodhi në vijë? Për 7 emra, teksti hesht. Për njërin thot gjithçka. Eci me Perëndin. Kjo është pyetja e kapitullit për secilin nga ne. Çfarë do të thot vija jote? Së pari, ecja me Perëndin është përditshmëri, jo heroizëm. Enoku nuk ndërtoi ark, nuk ndau det, nuk mundi gjigant. Si është eci, 300 vjet, mes fëmijëve dhe punës. Besnikëria e përditshme e padukshme, lutja e mëngjesit, fjala e përditshme, bindja në gjërat e vogla. Perëndia e vlerësoi, aq sa e mori pranë vetes. Mos e nënvlerëso ecjen e thjeshtë. Së dyti, jeton në dritën e refrenit dhe vdiq. Do të shkruhet edhe për ne. Dhe kjo
është urtësi. Na mëso të numërojmë ditët tona për të pasur një zemër të urtë. Psalmi 90, vargu 12. Psalmi i shkruar nga Mojsiu, autori i këtij kapitulli. Ai që mban mend fundin i jep kuptim mesit. Çfarë do të kishte rëndësi në ditën tënde të sotme po ta shije nga fundi? Trashëgimia jote është shëmbulltyra që përcjell. Adami i la Sethit shëmbulltyrën e vet, dhe secili prej nesh u lë fëmijëve e brezave pas nesh diçka nga vetja. Besim ose cinizëm, ecje me Perëndin ose largësi prej tij. Lameku i linjës së Sethit i la djalit një emër shprese. Lameku i linjës së Kainit u la grave një këngë hakmarrje. Çfarë po u lem ne atyre që vijnë pas? Duro me durimin e Perëndis. Sa kohë që Metushelahu jetonte, përmbytja priste, 969 vjet. Ir para gjykimit. Nëse pyet pse Perëndia nuk vepron kundër të keqes, Zanafilla përgjigjet se kthehen edhe të tjerë, e 2 Pjetrit 3:9. Dhe nëse pret që dikush i afërt të kthehet, vazhdo të lutesh. Perëndia numëron vitet e durimit më shumë se sa ne. Zanafilla 5 është libri i parë i brezave. Shëmbulltyra e Perëndisë që vazhdon e plagosur, këmbana dhe vdiq, që bie 8 herë. Enoku që theu ritmin duke ecur me Perëndin. Metushelahu që mishëroi durimin e gjatë të Hirit. Dhe Noeu, emri i shpresës në fund të listës. Dhe megjithçka, këto emra u bën hallka të zënxhirit që solli Krishtin, i cili e theu refrenin e vdekjes për gjithmonë. Mbaje mend këtë varg. Enoku eci me Perëndin, Zanafilla 5:24. 4 fjalë. Jetë shkrimi më i shkurtër dhe më i madh në dhjetën e vjetër. Pyetje: po të shkruaje jeta jote me një fjali të vetme si Enoku, çfarë do të thoshte sot? Çfarë do doje të thoshte? Si të inkurajon durimi 969 vjeçari treguar përmes Metushilahut që të mos heqësh në dorë, që mos të heqësh dorën nga lutja. Enoku eci me Perëndin. 4 fjalë. Jetë shkrimi më i shkurtër dhe më i madh i dhjetës së vjetë. Paqja dhe hiri i Perëndisë qoftë me gjithë secilin prej jush. Zoti ju bekov, Zoti ju dhënë paqe, Zoti ju dhënë hir.